Gjykata e Tiranës ka dhënë vendimin përfundimtar duke dënuar me 25 vite burg Isuf Hasën, i cili u shpall fajtor për vrasjen e mikut dhe fëmijët të tij Xhemal Meta. Ngjarja e rëndë u shënua në datën 13 janar 2025 në fshatin Shëngjergj të Tiranës dhe troniti komunitetin lokal. Sipas dosjes hetimore dhe deklaratave të policisë, Isuf Hasa kishte shkuar në banesën e viktimës ku pas një konflikti e kishte goditur Metën me një mjet të fortë, konkretisht me çekiç në pjesën e pasme të kokës. Goditja rezultoi fatale duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme viktimës. Pas kryerjes së krimit, autori kishte marrë viktimës shumën prej 200.000 lekësh që ai mbante në xhep, duke u larguar më pas nga vendngjarja. Ekspertiza mjekoligjore konfirmoi se Meta kishte ndruar jetë si pasojë e goditjeve të forta në kokë, të cilët kishin qenë të menjëhershme dhe vdekjeprurse. Gjatë hetimeve, shërbimet e policisë ushtruan kontrolle në disa banesa të Isuf Hasës dhe të familjarëve të tij, ku u gjet dhe u sekuestrua shuma prej 200.000 lekësh. E dyshuar si e vjedhur nga viktima, po ashtu në banesën e vajzës së Hasës në fshatin Gjokaj të Vorës, policia e gjeti dhe sekuestroi çekiçin e përdorur në krim, i cili u administrua si provë materiale. Në përfundim të gjykimit, trupa gjykuese shpalli Isuf Hasën fajtor për veprën penale vjedhje me pasojë vdekjen, duke e dënuar me 25 vite burg. Vendimi u konsiderua proporcional me rrezikshmërinë e veprës dhe rrethanat rënduese të ngjarjes.